Mirë se vini në edicionin tonë qendror të lajmëve. Zyra e regulatorit për energji elektrike në Kosovë njoftoi të premten se ka propozuar shtrejtimin e çmimit të energjisë elektrike në vend për rreth 15% që nga muaji prill. Për këtë njoftim ka reaguar deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami. Ajo e ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti duke thënë se gjatë qeverisjes së tij po bëhet ngritja më e madhe e çmimit të energjisë elektrike në historinë e Kosovës. Është e qartë se përfituesit këtu janë vetëm Kesko dhe tregtarët e energjisë në krye me Martin Berisha, i ka thënë Bajrami. Sipas saj, bizneset e mëdha largohen nga Kesko. Kërkesa për energji ulet që logjikisht duhet sjell ulje të tarifave, por ZRE-ja e abstenon këtë fakt dhe vendos rritje tjetër të tarifave për 15%, shkroi Bajrami. Dhoma e tregtisë dhe industrisë Kosovës se ka pritur me shqetësim të madh paralajmërimin e zyrës regulatorit të energjisë për rritjen e çmimit të rrymës për 15%. Nga qeveria e Kosovës është kërkuar që të ndërhyjë dhe të mos lejojë këtë rritje, duke thënë se do të ndikojë në ulje të prodhimit dhe të numrit të punëtorëve. Dhoma e tregtisë dhe industrisë sqaron se ky vendim konsiderohet se është bërë pa konsulta të duhura me bizneset dhe pa një analizë të duhur për pasojat që mund të sjellë kjo rritje tek prodhuesit vendës. Komisioni qendror i zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të nëntshkurtit 5 javë pas mbajtjes së tyre. Lëvizja vetëvendosje doli partia e parë me 42.30%, pasuar nga PDK-ja me 20.95%, LDK-ja 18.27%, si dhe AAK Nisma me 7.06% të votave. KQZ siguroi se pavarësisht sfidave dhe problemeve gjatë procesit të numërimit, nuk është cënuar integriteti i votës. Ashtu siç ishte parapar, lëvizja vetëvendosje u konfirmua si partia e parë e zgjedhjeve parlamentare, PDK e dyta, LDK e treta, AAK Nisma e katërta, pasuar nga partitë e tjera. Shpallja e rezultateve përfundimtare nga KQZ-ja erdhi pas konfirmimit nga PZAP dhe Gjykata Supreme se në këto institucione nuk ka ndonjë çështje që po trajtohet. Lëvizja vetëvendosje 396.787 vota, apo 42.30%. Partia Demokratike e Kosovës 196.474, apo 20.95%. Lidhja Demokratike e Kosovës me 171.357 vota, apo 18.27%. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma 66.256 vota, apo 7.06%. Srpska Lista 39.915 vota, apo 4.26%. Koalicioni për Familje 20.023 vota, apo 2.13%. KQZ-ja bëri të ditur edhe ndarjen e ulëseve në kuvend për partitë politike në bazë të rezultatit përfundimtar. Lëvizja vetëvendosje me 48 vende, Partia Demokratike e Kosovës me 24 vende, Lidhja Demokratike e Kosovës me 20 vende, Srpska Lista 9 vende, AAK dhe Nisma 8 vende, Kosova Demokratik Turk Partisi me 2 vende, ndërsa Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës, Nova Demokratska Stranka, za Slobodu Pravdu i Opstana, Koalicija Vakat, Partia Liberale Egjiptiane, Socijaldemokratska Unija, Partia e Ashkalimve për Integrim, Jedinstvena Goranska Partija dhe Partia Rome e Bashkuar me nga një vend. Zgjedhjet parlamentare u mbajtën më 9 shkurt derisa procesi deri tek shpallja e rezultateve përfundimtare është shoqëruar me një varg problemesh teknike. Por sipas kryetarit të KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, me gjithë sfidat, në asnjë moment nuk është cënuar integriteti i votës. Vonesat për shpalljen e rezultateve përfundimtare janë bërë për disa arsye. Një nga arsye ka të bëjë me zbatimin e ndryshimeve të shumta ligjore, të cilat kanë shtuar detyra për KQZ-n. Arsyeja tjetër ndërlidhet drejt për drejt me platformën elektronike të rezultateve. Natyrisht se problemet me publikimin e rezultateve preliminare kanë ndikuar negativisht në imazhin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ndërtuar me shumë punë për gjatë këtyre viteve. Menjëherë pas problemeve që janë shfaqur, KQZ ka ftuar institucionet kompetente për të sqaruar situatën dhe
Tashmë kjo pjesë është nën hetime që këto institucione janë duke zhvilluar. Presim që këto institucione të dalin me gjetjet e tyre. Si përfundim, përkundër të gjitha sfidave me të cilat jemi ballafaquar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve siguron se në asnjë moment nuk është cënuar integriteti i votës. KQZ-ja bëri të ditur se afati prej 48 orësh pra ankesat e subjekteve politike dhe kandidatët ndaj rezultatit përfundimtar nisi sot nga ora 17. Certifikimi i rezultatit zgjedhor pritet të bëhet pasi të përfundojnë afatet për ankesa. Nga 2.075.868 votues të regjistruar në zgjedhjet e nënshkurtit kanë votuar 966.283 qytetar apo 46.54%. Votimi fizik në ambasada, numrimi i votave në qendrat komunale të numrimit, votimi për 10 kandidat. Këto janë vetëm disa nga praktikat e reja që u vendosën me ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme e që u implementuan për herë të parë në zgjedhjet e nëntshkurtit në Kosovë. Nga Instituti Demokratik i Kosovës konsiderojnë se ligji i ri për zgjedhje nuk ka prodhuar ndonjë rezultat konkret në administrimin e procesit zgjedhor. Sipas hulumtuesit Vullnet Bugaçku, KQZ-ja ka dështuar me administrimin e procesit të numrimit të votave për kandidat. Sipas tij, nëse një proces i numrimit kalon në përduar të komisionerëve, domosdo manifestohet manipulimi apo dyshimi mbi manipulimin e rezultateve, qoftë të partive politike apo kandidatëve për deputet. Ne jemi dëshmitar që këtë vit, kur i patëm zgjedhjet të rregulla parlamentare, dyshimet e reja ligjore nuk është se prodhuan ndonjë rezultate të themi ashtu konkret, ose nuk është nxjerrë ndonjë efikasitet të KQZ-s në administrimin e procesit zgjedhor, sidomos në administrimin e procesit të numrimit të votave për kandidat në qendra komunale dhe në qendrën e numrimit të rezultateve. KQZ-ja ka dështuar me administru procesin e numrimit të votave për kandidat dhe jemi dëshmitar që është paraqitur një fenomen që pavarësisht ndryshimeve ligjore që ne mund t'i prodhojmë, nëse procesi i numrimit kalon në përduar fizikisht të komisionerëve, domosdo po manifestohet manipulimi apo dyshimet mbi manipulimin e rezultateve, qoftë të partive politike, qoftë edhe të kandidatëve për deputet. Në anën tjetër, zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi thotë se pas përfundimit të gjithë procesit do të analizohen edhe ndikimet e ndryshme ligjore. Pas çdo procesi zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve diskuton dhe analizon ecurinë e organizimit të gjithë procesit zgjedhor në mënyrë që të bëhen përmirësimet e duhura aty ku ka pasur lëshime. Gjithashtu, si institucion që zbaton ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, do të analizohen edhe ndikimet e ndryshimeve ligjore në raport me aspektet organizative të procesit zgjedhor. Elezi shton se KQZ-ja ende nuk e ka koston përfundimtare, pasi procesi nuk është përmbyllur ende. Ne ende mund të flasim vetëm për buxhetin e planifikuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e procesit zgjedhor, i cili është në vlerë në më shumë se 8.700.000 eurove. Zgjedhjet nuk janë përmbyllur ende, çka do të thotë se për të ditur sakt se sa kanë kushtuar zgjedhjet e datës nënshkurt dhe pastaj edhe procesi pas ditës së zgjedhjeve, ne duhet të presim përfundimin e të gjithë procesit zgjedhor dhe të gjitha procedurave të tjera. Ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme i miratuar në mesin e vitit 2023 mundsoi që për herë të parë të votohen 10 kandidat nga 5 sa ishte në të kaluarën. Për herë të parë gjithashtu u organizua votimi fizik në 30 përfaqësi diplomatike të Kosovës në 19 shtete, si dhe votimi me postë në kuti postare të hapura nga KQZ-ja në 22 shtete të ndryshme të botës. Zgjedhjet në Kosovë të para të rregullta që prej shpalljes së pavarësisë më 2008 janë mbajtur më nënshkurt pas një fushate zgjedhore që zgjati një muaj. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Izet Megjiti vlerëson se lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve parlamentare të nëntshkurtit në Kosovë duhet të formojë qeverinë e ardhshme. Megjiti njoftoi gjithashtu se fletarrestet e Serbisë kundër ish ushtarëve të UÇK-s nuk do të zbatohen më nga policia kufitare e Maqedonisë së Veriut.
Izet Mexhiti, i cili është kryetar i Lëvizjes Demokratike në Maqedoni të Veriut, pjesë e koalicionit vlen, pranon se kanë mbështetur dhe ndihmuar lëvizjen vetëvendosje për zgjedhjet e 9 shkurtit. Uroj që sa më shpejt të formohet qeveria e re, është në interes edhe të shtetit të Kosovës, edhe të institucioneve dhe të proceseve, po është me rëndësi edhe për thellimin e bashkëpunimit me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Uroj që tjetë qeveri stabile, që qeveri e cila do mund të ballafaqohet me sfidat, me proceset që e presin, dhe në këtë drejtim pra nuk kam dilemë që vetëvendosja do i prikë si procesi drejt një formimit pra të qeverie stabile, progresive dhe për të mirën e qytetarëve në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, thotë se ish ushtarët e UÇK-s do të mund të lëvizin lirshëm në Maqedoni të Veriut, pavarësisht lëshimit të flet arrestit nga Serbia në Interpol. Kemi marrëveshje politike, këto ditë duhet ta bëjmë zgjidhjen, domethënë në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme apo në kuadër të qeverisë që ka zgjedh Kroacia, Slovenia, dhe ne kemi marrëveshje politike, vleni në kuadër të kësaj qeverie po e përmbyll këtë çështje në mënyrë sistemore. Duke folur për ligjin e gjuhëve në Maqedoni të Veriut, Mexhiti thotë se gjuha shqipe do të marrë statusin e merituar si gjuhë zyrtare. Sipas tij, e njëjta nuk do të cënohet asnjëherë dhe se do të jenë garant të mbrojtjes së saj. Mirë po, ne i përmbahemi parimit amerikan që edhe një listë që nuk bën derisa është fuqi duhet të respektohet, pra ne pranojmë që e ka avancu dhe ne jemi garancë që e rrujmë këtë pozicion të Shqipës, mirë po, kjo qeveri ka kapacitet demokratik, politik për t'i hapë këtë çështje tabu, nuk ka tabu tema, dhe një ndër ato tema do të thonë e kemi hapë që gjuha shqipe jo për t'i arrujt këtë nivel, po e kemi hap, nuk e kemi mbyll, që gjuha shqipe ta merr statusin e meritum. Në Kushtetutën e Maqedonisë mos figuron se gjuha që e flasin mbi 20% të popullatës, po në mënyrë taksative të shënohet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut flet edhe për dialogun Kosovë-Serbi dhe proceset rajonale. Mendoj se në këto duhet mi pa në kontekst më të gjerë, domethënë nuk mund t'i shohim vetëm si çështje të izolume, po çfarë do rrethone, çfarë do momentit, ne duhet të shfrytëzojmë për pozicionim më të mirë dhe për zgjedhje më të mira, domethënë në interes të Kosovës, në interes të shqiptarëve. Patjetër, çdo gjë tjetër, domethënë nuk do jetë çështje që prodhon stabilitet dhe perspektivë për Ballkanin. Duke folur për rolin e presidentit amerikan Donald Trump në Ballkanin perëndimor, Mexhiti thotë se shqiptarët në rajon duhet të jenë më afër politikave të tij, pasi siç thotë ai, SBA-ja vazhdimisht ka qenë në përkrahje të shqiptarëve. Vizita e parë në Kosovë e emisarit BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, por shihet më shumë informuese dhe që s'mund të prodhojë diçka në dialog. Sipas njohësve të këtij procesi, është vështirë të bëhet ndonjë hap konkret në dialog pa formimin e qeverisë së re në Kosovë, si dhe zgjidhjen e krizës politike në Serbi. Megjithatë, konsiderohet se Sorensen gjatë vizitës së tij në Kosovë mund të diskutojë me përfaqësuesit institucional dhe politik për hapat përpara që do të ndiqen në këtë proces, zbatimin e marrëveshjes bazë të Brukselit dhe aneksit të Ohrit të arritur në vitin 2023. Vizita traditore e të dërguarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, javën e ardhshme në Kosovë, po komentohet në mënyra të ndryshme. Njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Sebi Tyçi thotë se është e vështirë të bëhet ndonjë hap konkret në dialog pa formimin e qeverisë së re në Kosovë. Shumë bëhet fjalë për takim njoftuese dhe takim kurtoazie, por gjithashtu në të njëjtën kohë pritet që të diskutohet edhe për hapat përpara. Është vështirë që bëhet ndonjë hap konkret pa formimin e qeverisë së re. Mirë po mund të ketë planifikim, pra mund të bëhet një farë planifikimi për atë se çfarë do të ndodhë. Gjithashtu duhet ta kemi parasysh që është vështirë që të ndërmirën hapa duke pasur parasysh situatën në Serbi dhe
nuk mund të pritet për shembull ndonjë takim i nivelit të lartë apo diçka e tillë në këtë kohë. Sorensen do të qëndrojë në Kosovë në datat 17-19 mars. Kjo është vizita e tij e parë që kur ka marrë detyrën në muajin shkurt të këtij viti, duke e zëvendësuar paraardhësin e tij Miroslav Lajçak. Ish diplomatja Alma Lama thot se vizita e Sorensenit në Kosovë është tërësisht në kuadrin e informimit dhe prezantimit të qasjes së tij në dialog. Sipas saj, Sorensen do të marrë pikpamjet e liderëve institucional dhe politik të Kosovës për dialogun, si dhe do t'i paraqes kërkesat e tij për zbatimin e ujdive aktuale. Kjo është vizita e tij e parë, më shumë për t'u informuar dhe për t'u njohur me subjektet politike. Nuk mendoj që do të ketë një rifillim të dialogut pa u formuar qeveri e re në Kosovë, kështu që është tërësisht në kuadrin e informimit dhe të prezantimit të këtij përfaqësuesi që do të merret në të ardhmen me dialogun. Zoti Sorensen vjen për të parë se cilat janë pikpamjet e palëve, jo se ato nuk i din, domethënë sepse ai sigurisht i ka të trashëguar nga pasardhësi dhe gjithë dokumentacionin dhe rrjedhën e dialogut, por takimi dhe marrja e opinioneve dhe qëndrimeve nga dora e parë, konkretisht nga përfaqësues të institucioneve dhe përfaqësues të subjekteve politike, besoj që do të ketë takime edhe me ata. Do t'i shërbente atij për të krijuar një vizion më të qartë se çfarë pret Kosova, çfarë kërkesash ka Kosova, ku ka çaluar puna që nuk ka arritur të implementohen marrëveshjet dhe cilat janë kërkesat edhe ndaj vetë Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh se Kosova aktualisht është nën sanksionet e Bashkimit Evropian. Shefja e politikës së jashtme dhe të sigurisë së BE-s, Kaja Kallas, javë më parë ka thënë se gjatë muajit mars do të shikojnë të funksionalizojnë dialogun dhe të shohin se si të ecet përpara. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen bazë të Brukselit dhe aneksin e Ohrit në vitin 2023, por e njëjta ende nuk është zbatuar. Pagesat e para nga plani evropian i rritjes për Kosovën mund të realizohen vetëm pas konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re në vend. Kjo për arsye se secili shtet përfitues duhet të nënshkruajë me Bashkimin Evropian një marrëveshje për kredi. Marrëveshjet e tilla kanë karakter ndërkombëtar, ndaj edhe duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave. Kosova nga plani evropian i rritjes pritet të përfitojë mbi 880 milion euro. Mbi 250 milion euro do t'jenë fonde pakthim, ndërsa pjesa tjetër do t'jepet në formën e kredive të favorshme. 5 nga 6 shtetet e rajonit janë përfituese të mbrendshme. Vetëm Bosnia dhe Hercegovina për momentin nuk konsiderohen shtet përfitues, pasi nuk ka përmbushur as kushtin fillestar për pilimin e agjendës së reformave. Për të diskutuar proceset në kuadër të planit të rritjes, liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor do të mblidhen javën e ardhshme në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Në samitin e radhës, sipas të gjitha gjasave, do të marrë pjesë edhe Komisionerja Evropiane për zgjerim, Marta Kos. Pritet që në këtë takim të konfirmohet edhe një herë gatishmëria e Komisionit Evropian për të nisur me pagesat e para sa më shpejt jetë e mundur, por paraprakisht të gjitha vendet duhet të përmbyllin procedurat e domosdoshme. Plani i rritjes është paketa më ambicioze financiare e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Kjo paketë ka shumën prej 6 miliard eurosh, nga të cilat 2 miliard euro janë grante pakthim, ndërsa pjesa tjetër do të jepet në formën e kredive të favorshme. Emisari Amerikan për misionet të veçanta, Richard Grenell, ka shkruar përsëri për Jack Smithin dhe aktakuzën që prokurori Amerikan ka ngritur në vitin 2020 ndaj Hashim Thaqit, atëkohë presidenti i Kosovës. Grenell ka përmendur Bruce Schwartzin, një zyrtar i lartë në Departamentin e Drejtësisë me të drejtë qasjeje në informacione sensitive, të cilit Grenell thot se i kishte treguar privatisht informacione për negociatat mes Kosovës dhe Serbisë që po zhvilloheshin në atëkohë rreth marrëveshjes së Washingtonit. Emisari Amerikan thot se Schwartz ka minuar Donald Trumpin dhe politikën e jashtme, duke i ndarë ato informacione me prokurorin Amerikan Jack Smith dhe shton se ky i fundit ka ngritur aktakuzë ndaj Thaqit për atë arsye. Ai duhet të hetohet dhe gjykohet, ka thënë ndër të tjera Grenell. Dita ndërkombëtare e konsumatorit synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi të drejtat dhe nevojat e konsumatorëve në mbar botën. Kryetari i shoqatës konsumatori, Selatin Kaçaniku, tha se ka shumë abuzime me çmime, gjë e cila dëshmon se ligji për mbrojtjen e konsumatorit nuk po gjen zbatim. Të drejtat e konsumatorit në Republikën e Kosovës është në proporcion të drejtë me nivelin e zbatueshmërisë së ligjeve.
dhe ky nivel është i pamjaftueshëm ndaj edhe zbatimi i ligjit për mbrojtjen e konsumatorit dhe i programit për mbrojtjen e konsumatorit janë në nivel të pamjaftueshëm. Ne kemi shumë lloje të abuzimit me çmime dhe kjo shumë llojshmëri i tejkalon të gjitha nivelet e ekspertizave të gjitha niveleve të inspeksioneve ose agjencioneve për mbikëqyrjen e tregut. Në New York u mbajt panajiri i projekteve ndërtimore nga druri dhe konstruksionave metalike. Nga 5.500 pjesëmarrës, 6 kompani ishin nga Kosova ku prezantuan të arriturat në fushën e ndërtimit nga druri, metali dhe guri. Kompania Greenhouse, Grid Shehu, Max Ceramika, Linda Group dhe Eurometal prezantuan prodhimet e tyre në New York. Koordinatorja e projektit, Sytrime Dervisholli, e vlerësoi të suksesshëm pjesëmarrjen në panajir. Korespondenti ynë Halil Mula sjell atmosferën nga ky panajir ndërkombëtar. Jemi pjesëmarrës në panajirin ndër më të mëdhenj të ndërtimit dhe dizajnit, i cili është duke u mbajtur në New York dhe përfaqëson edhe 3 shtete tjera përreth New Yorkut. Këtu po marrin pjesë me 6 kompani anëtare, kryesisht nga industria e drurit dhe industria e metalit, dhe jemi pritur mjaft mirë nga vizitorët dhe po presim që të kemi bashkëpunime, blerës të rinj dhe një farë forme do të thotë ky panajir presim edhe besojmë që do të realizohet me bashkëpunime të reja. Jam Idris Berisha, pronari i kompanisë Linda Group. Ne prezantojmë prodhimet e tona nga Kosova që kemi pru kështu në Amerikë, New York. Kompania jonë mirret me prodhimin e tullave dekorative edhe disa elemente tjera nga betoni. Jashtëzakonisht jemi të kënaqur, kemi njoftuar shumë shqiptar që jetojnë edhe veprojnë këtu në New York. Na kanë vizitu, domethënë me qindra persona, gjithë kanë qenë të këtij profili që janë në construction, edhe po shpresojna që në tarmën mundimi me ndihmu njëri tjetrit edhe me bo më të mirën për produktet kosovare. Sherif Musliu, nga kompania Eurometal, është një biznes familjar, kemi nga Kosova. Fatmirësisht ka qenë shumë mirë, kemi pas vizitor jashtëzakonisht shumë nga vendas këtu nga Amerika, si dhe vendet bashkë atletar tonë nga Kosova që jetojnë këtu. Unë quhem Sadik Shehu, na prezantojmë dyrë të hymjes, shkallë si dhe tavolina nga druri masiv. Stërgjyshi janë ka fillu këtë përvojë 1948, jemi gjenerata 5 si punojmë me dru. Përpara kanë punu odat burrave, jemi karafshi Dugaxhinit, një fshatit unik, tash u bë komune, dhe e kemi vazhdu traditën e të parëve tanë me dru. Kryesisht bojmë shkallë, tavolina, si dhe dyrë të hymjes. Tëra parë si kemi marrë pjesë në panerinë në Amerikë, kemi përvojat panerierëve në Zvicër, marrim pej 2016 pjesë në Baumesse Basel, është çdo 2 vjet, do të tash punë 10 vjet si marrim pjesë, edhe kemë përvojë të mirë, kryesisht targetin e kemi ku janë bashkëdhëtarët, si punojnë këtu edhe veprojnë këtu edhe kanë nevojë për produktet tona. Edhe këtu vjet kemi pru 4 parë shkollë, një klienti këtu jeton Kukaj, në Long Island, edhe ai ka montu pa problem pak kur farë të lashë. Jena të lumtur që kena mundësinë me prezantu një prodhim Kosovës, sigurisht që është Fiberglass Mesh Grid Group. Kjo është prodhim vendor i Gjilanit, kompania ka histori mirë, me kvalitet lartë, edhe tash kvalitetin e lartë dojmë me prezentu në Amerikë. Edhe në Amerikë kena pasur një sukses shumë të mirë këtu se njerëz janë ardhur me njoftuar me prodhimin ton edhe me shtetin ton. Ne jemi Max Ceramika nga Perizaj, që bëjmë prodhimin e dollapave të banjës, nga porcelani si dhe pasqyrave. Ne kemi arritur që me produkten me kualitetin e produkteve tona të arrijmë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tregu i Amerikës i ka pëlqyer produktet tona, të cilet janë mjaft të mira dhe shumë moderne. Kjo ishte një eksperiencë shumë e mirë për kompaninë tonë, e cila vazhdon të rritet në prodhimin e dollapave të banjës dhe është një kompani që premton shumë si për të rinjët kosovar, ashtu edhe për tregun ndërkombëtar. Produktet tona janë shumë unike edhe shumë kualitet.
Ju falemderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.